standing alone, without a dream in my heart, without a love of my own. You just thought I was there for you. This ain't a prayer for someone I really could care for. And baby, standing with you before me, the only one my arms will ever hold. I heard somebody, I whispered, please adore me. And when I looked the moon, I turned to gold. No more, now I'm no longer alone, without a dream in my heart, without a love of my the sound of you before me, the only one my eyes will ever hold. I heard somebody, I whispered, please adore me. And when I looked the moon, I turned to gold. No more, now I'm no longer alone, without a dream in my heart, without a love of my own, without a love of my own. Mirë, atëre, ja ku kemi filluar pjesën e fundit të këtij programi, Andi dhe Trio ka kënduar Blue Moon. Kjo tregon që i ftuari im i tretë, të ftuarit tim të tretë, më saktë, nuk do t'i kërkohet të këndojë. Dhe kjo është një blasfemi bërtitëse. Ai është një nga këngëtarët që ka mbushur jo një, po 5 herë Pallatin e Kongreseve plot e përplot. Çka natyrisht na ka vendosur ne këngëtarëve të tjerë në situata dramatike, se ne nuk mund të mbushim as çerekun e çerekut. Por se cili ka fuqinë e vetë. Si të qoftë, ai sot vjen mbas shumë kohësh në televizion për të folur, dhe ndoshta do të gjejmë diçka për ta provokuar. Nuk është kusht tjetër, vetëse këngëtar, një këngëtar shumë popullor, shumë i pëlqyer në Shqipëri, që quhet Sinan Hoxha. Lani ulu. Pyetja e parë, unë kam përshtypjen që në televizione shqiptare ti ke shkuar në mos gaboj vetëm në një program. Apo ndoshta 2, nuk je shumë i pranishëm ti në televizion? Unë në fakt jo sem shumë i pranishëm. Jam i kërkuar në për emisione, por që jo që je kërkuar natyra ime është paksa natyrë ndrojtur, ndryshe nga ç'dukem, tërsi kështu. Edhe vërtet nuk para më pëlqen shumë t'jap intervista. Më duket sikur më mirë ditë bëja gjë tjetër, të këndoj. Aq është detyra ime për të kënduar. Dhe hajde flasim pak sot për disa gjëra interesante që rrethojnë këngën që ti këndon, mënyrën se si këndon, ty personalisht në raport me këngën. Fjala vjen, e ke kuptuar ndonjëherë ti pse gjithë kjo mbështetje e madhe popullore për mënyrën tënde të kënduarit apo për këngët e tua? Pyetje e bukur. Se ndoshta vetëm unë e kam kuptuar që ne artistët jetojmë në Shqipëri dhe duhet të bëjmë muzikë për shqiptarët. Se ndoshta dikush ka njerëz dhe artista që jetojnë në Shqipëri dhe bëjnë muzikë për amerikanët. Dhe kur vjen puna tek zgjedhjet muzikore, qetësohu publiku, ne tani më është pranuar publikisht që ju e duani shumë Nanin, ne nuk bëhemi xheloz. Mlejoni ta bëj intervistën deri në fund pa u entuziazmuar ju. Sot Nani nuk do të këndoj, që të qetësojmë gjërat që në fillim. Pikërisht për të bërë një gjë ndryshe, nga ajo që pritet gjithmonë që ti të këndosh. Duhet të, nëse regjia më ndihmon ekranin e madh, Nani del një nga këngët e tua që quhet në mos gaboj Gili. Apo Gili. Harova, se na fal që të hëngrëm një Gili pa dashje. E cila po ta shohësh me vëmendje, kjo tregon, pamja tregon që është një këngë që mund të jetë xhiruar në çdo vend të botës. Me kolonë zanore
si e këngëve, le të themi, pop në çdo vend të botës, nuk dallohet fare që je në Shqipëri, përveç kësaj i kput dhe një 10 milion e 400.000 klikime e 47. Edhe kush është pyetja? Pse kaq klikime? E para pse kaq klikime? E dyta, çfarë ndodh me ju njerëzit që jetoni për klikimet, si më thënë, dhe e treta, përkthehet kjo në para, sa para ke marrë ti nga? Po, përkthehet në para, po jo ashtu siç mendohet dhe siç thuhet. Nuk është një minierari ku bëhet shumë qejf. Absolutisht jo. Domethënë, po të krahasosh, të baraspeshosh koston e videoklipit, paratë të arzuara për videoklipin, edhe me paratë që mund të fitosh nga ky 10 milion që është një shifër për qesharake. Unë kam mësuar që ti je një këngëtar që shpenzon shumë për të bërë videoklipin, e xhiron sipas standardeve më të mira të mundshme që xhirohen sot, me kru të specializuar, zgjedh njerëzit dhe i jep ato paret që ti mendon që ai xhirim duhet të marrë. Pse? E para, pyetje shumë e bukur. Faleminderit. Është komplimenti i dytë që marr për pyetjen sot. Jo, vetëm unë ndjem dhe i privilegjuar që jam në emisionin tënd dhe kam nderin dhe fatin e madh intervistojmë nga një gazetar, apo gazetar nuk mund të them, por një ndër showmenët absolut Shqipërisë, s'kemi të dytë neve. Vërtet. Po, shiko. Se emocionet bëjnë të vetën, është e vërtetë edhe gazetar dhe showmen, domethënë të dytë vërtet nuk kemi. Është fat i madh, është nder i madh për popullin shqiptar që kemi një gazetar dhe një showmen të përmasave të Adikrastës. Vërtet. Kjo nuk do t'i zbusi pyetjet e mia. Jo, absolutisht jo. Kemi hapur tim gardu në shtëpi. Unë do t'rregohem gentil aq sa duhet. Edhe natyrisht për të vlerësuar arritjet të cilat ta mbyllin gojën, si thashun, 5 herë Pallati i Kongreseve plot. Një herë u mundova unë i shkreti, përdora gjysmën e LSI-s dhe 3 çerekun e shoqatave të luftës kundër grave, jo, ti nuk mban mend një detaj tjetër. Më kanë thënë fakt, nuk është se e kam ndjekur, po bëhesh të në atë kohë një festival. Më duket se festivali i madh RTS dhe ti drejtoje festivalin. Një nga festivalet. Festivalet e dhimbshme, me zi, e dhimbshme, me më të gjatë. Në momentin që del ti në sken për të prezantuar këngëtarin pasardhës, gjatë kohës që ke qenë pranë mbrapa kuintave, ke parë që gjithë këngëtarët e festivalit ndiqnin në ato monitorët që kemi në mbrapa kuintave, ndiqnin një debat televiziv që bëheshe në një televizion tjetër ku i ftuar isha unë. Edhe ti të thua që mirë salla që s'është plot sonte në festival. Po ku t'jetë salla plot? Edhe këngëtarët vetë sonte po shikojnë. A e kuptoni çfarë drame të mërshme. Unë kam menduar Unë kam menduar që kjo ngjarje ishte shumë sekrete. Nuk e kisha menduar kur që kjo do dilte në domen publik. Kërkoj ndjen se nuk e mbaj është çështje skleroze, unë kam për disa festivale, pastaj ti ke për shumë programe. Ne po flisnim pak për këto dhe pse ka një dalldi tek njerëzit, tek këngëtarët tanë, sidomos ata që janë të popularizuar dhe që e din ku i drejtohen, që merren me videot, që merren me produksionin dhe me futjen e tyre në shitje, në përhapje, e kështu me radhë, pse është kjo beteja e klikimeve, beteja e pëlqimeve? Sepse ajo nuk përkthehet në para, se për artistin të paktën, se shuma që merret nga klikimet është shumë e vogël, ajo përkthehet në fansa, normalisht. Domethënë, nëse kënga i ka kaq klikime sa kishte kjo këngë, do të thotë që në 10 milion shqiptar sa jemi ne, në gjitha trevat sa jemi ne, do të thotë që ti kënga suksesi është i garantuar, domethënë është pëlqyer. Është një tregus, një mac shumë i mirë. Në të gjithë botën artistët vlerësohen në bazë të shitjeve të albumeve, meqense këtu kene nuk funksionon më shitja e albumeve, sepse pirateria dihet bën të vetën, e kjo përkthehet shikohet tek klikimet. Sa klikuar je. Por nuk është një tregus ku me di çfarë, por që në një farë mënyrë është një mac i mirë sa të duan atë. Ne kemi vënë re që në qoftë se të tjerë artist këngëtar, rasti konkret këngëtar, në momente të caktuara kanë bërë ndonjë kompromis duke përqafuar rryma X për para ose për të ndjerë mirë, ose një pjesë prej tyre kanë bërë, le të themi, disa eksperimente me veten ku kanë dështuar ku jo, ti ke qëndruar besnik në tipologjinë e këngëve që ke zgjedhur. Dhe njëkohësisht për këtë besnikëri dua të di arsyen dhe pastaj mund të them, e di ti
si është njeriu i zakonshëm që të pëlqen ty në Shqipëri? Në kuptimin ajo që ka simpati për ty, si e përfytyron? Ma përshkruaj pak. Gjithmonë gjatë gjithë kësaj mini karrierë shkurtër që kam pasur, megjithëse s'është tashmë e shkurtër se u bën gati diku 16 vite që merrem me muzikë, unë varet dhe si e rritur, dhe ndikon shumë edhe varet dhe si e rritur. Unë vi nga një familje shumë e varfër, nga një familje numerike, kam thënë shumë herë. Mos të përsëritem, por që... S'ka gjë përsëritur sepse njerëzit duan të dëgjojnë. Varet si e rritur. Jam rritur nga një familje shumë e varfër numerike dhe shqiptare, tradicionale shqiptare. Thash pak më përpara që nuk më pëlqen ajo amerikanizimi i madh që duan të bëjnë shumica e artistëve në Shqipëri, mua s'më pëlqen absolutisht. Por që për të ndëgjuar muzikë të atij zhanrin e dëgjojmë Rihanën e këngëtarët e mëdhenj tuaj, ne jemi shqiptarë, harrojmë që jemi në një vend të quajtur Shqipëri, në mes të Ballkanit. Nganjëherë kjo që duhet të bëjmë më amerikanë se amerikanët mua s'më pëlqen. Si e përfytyroj? Një njeri thjesht me ato hallet dhe problemet e veta, një njeri që është lodhur me këtë zhurmën e madhe të politikës tonë, më the tash ku diun, se s'm vjen dhe fjalë të dua në këtë moment, emocioni bën vetë, por një njeri që gjatë gjithë ditës është lodhur, është raskapitur në majat më të larta, edhe mezi e ka fituar një 10.000 lekë për të siguruar punën e gojë për familjen, nga një stres jashtëzakonshëm pra, ku dëgjon një këngë për qefin e vetë dhe të kënaqet dhe të relaksohet. Ky është synimi i një artisti, të bëjë publikun që të kënaqet të relaksohet. Edhe ti jesh vetvetja, pa dashur ti shesësh atë çka nuk je. Ti jesh vetvetja. Numerike, kur thua ti 20 vjeçë? Ekip futbolli, sa ka ekip futbolli? 11. 11 motra dhe të ngushtë, pastaj nipa e mbesa miqe shok kushërin fare kështu shkon 50. Mua më kanë thënë që ti je një djalë që bën doja të përdor fjalën filantropi, më thanë mos e përdor se nuk i përshtatet. Nanit i përshtatet sevap. Që ti ndihmon njerëzit e tu dhe ata që ndoshta nuk i njeh etj. Kjo unë në këtë nuk do të bëj një pyetje që nesër të treshtohen 30.000 njerëz tek shtëpia që të luash rolin e asistentës sociale. Po dua të di motivin. Pse? Se më thënë thjesht njeri i mirë, po kjo është përgjigje simpliste. Apo ti një pjesë të asaj që do ta fitosh dëshiron ta japësh. Do të thotë çfarë të bind për të ndihmuar? Përgjigjen unë e thash pak më përpara, përgjigjen edhe është brenda. 11 veta të jetosh në kohën e munizimit me një dhomë 4x4. Edhe unë mbaj mend shumica e atyre që na ndjekin në këtë moment e moshatarëve të mi apo të fancëve të mi, unë fatmirësisht i kam fancat nga mosha, me modesti e them këtë, nga mosha 5 vjeç deri në moshën s'di se sa, por që ata që janë pak më të se unë, do të duket diçka idiote, tragjike kjo që po them, por unë mbaj mend që kam shkuar në shtëpi dhe s'kemi pasur dhe bukë të hamë në atë kohën përpara të kohën e monizmit. Kështu që shumë herë dikush në këtë shokët e mi mrapa, kam një shokët e mrapa dhe më thotë, bolle the, pse the? Po sepse kështu kemi qenë të gjithë, besoj, nuk ka pasur në atë kohë. Po për shumë sot që ti ke para, aq sa ke. Jo, s'ka mbaruar me pyetjen. Sot që ke aq para sa ke, ja lejon vetes disa ekstravaganca? Në kuptimin pushimet mira, veturat mira. Dëgjoj, unë në duket jashtë, me duket sikur në bëj një jetë tepër luksoze, duke parë dhe ato videoklipin ashtu me ato gjëra që më thet tash. Por unë bëj një jetë tepër modeste. Por mos më thën, s'do më besoj kush, prandaj do të them sa gjëra, se nga nuk besohet. Unë bëj një jetë, më thuaj mua sepse jam shumë kurrë. Një jetë tepër modeste, por mos më xheloz për ty ta dish. Por mos më thën edhe më unë i privoj vetes shumë gjëra. Unë nuk di, unë jetoj fatmirësisht në qendër Tiranës, në bllok, unë nuk di asnjë diskotekë Tiranës. Sinqerisht. Unë përveç se te kafja poshtë shtëpisë, ku ulem pi kafen. Edhe në shtëpi jeta ime është kafe, shtëpi, studio, në për aviona, në për koncerte, bëj një jetë jo të mirë të themi, jo cilësore, por kështu më pëlqen, e bëj me shumë dashuri. Unë në këtë profesion shumë sinqerisht, duket idiote kur e thua kështu, nuk e bëj për para. Pse nuk e bëj për para? Për ata që themi kam di theme në kokë dhe mund ta kuptojnë. Të bësh një videoklip ku kushton edhe një herë më shumë se ai sa merr, domethënë unë harxoj shumë para për të bërë videoklipe, për të bërë këngë, shpenzoj shumë për karrierën time, pafundësisht. Edhe nuk është se marr ai sa shpenzoj. Por e bëj sepse
unë nuk mund ta kuptoj veten jashtë i profesioni pa muzikën. Vërtet e dua me gjithë forcën e trupit. E dua përpara ose më saktë, mirë. Eja se dua sot të lutem, të detyroj, mos të them të lutem, të lutem të bësh diçka që nuk e presin fansat e tu nga ty në televizion, në bisedat kësaj natyre. Po përpara se të them është, vazhdon të kesh frikë nga avionat, nga futelive? Pafullsisht. Kemi pas ardhur njerë nga Prishtina me një avion të vogël ushtarak mizerabël që e kishin... Që kush i fundit myllte derën. Që kush ishte i fundit myllte derën dhe duke i kam iden nga një brez poshtë edhe ajo që ishte poshtë. Dhe kemi dëgjuar, kanë qenë, duhet keni pas një koncert atëre, kam iden në Prishtinë, duhet jeni një 10 artista. Kam dëgjuar si bemol majore dhe akute nga këto trëmbjet e jashtëzakonshme sa ka qenë një gëzim i madh. Dritura Ogolli, poet i madh. Dua të përballoj, të të vendos në pozitë vështirë, ty si këngëtar, që duke u shoqëruar nga Andi me një kolonë zanore të zgjedhur, të recitosh poezinë e Dritura Ogollit, një nga poezitë e tij më të mira, unë do ikje se dua të lë këtu, prompterin e ke përballë, Nani Hoxha, ka ardhur momenti i të vërtetës, nuk ka këngë, ka poezi përballë publikut. Okej. Kur ikja larg, drejt teje vija. Kur vija afër, ikja larg. Për dreq më trëmbi largësia, dhe afërsia bëhej qark. As se kujtoja si të deshta, si një mirgull, pus, një çmenduri. Si një poet që shkruan vjersha dhe ndez një shkrepse i bën hi. Dhe ndoshta kjo ishte dashuria. E çakurdisur, kuturu. Për dreq më trëmb të largësia dhe afërsia gjithashtu. Provë më të rrezikshme si sa bën të vjerë. Vërtet të kishe... Me djerë zdurët. Dhe gjo, unë vërtet kisha emocione dhe kisha, si thuash, stres. Nëse nuk jam ndonjë recitus si mirë, themi ashtu, aktor. Unë jam këngëtar, s'kam lidhje me recitimin e me aktrimin. Por vërtet më pëlqen të lexoj dhe vërtet lexoj për gjithë ata që ndoshta i duket e çuditshme, lexoj pafundësisht shumë. Edhe sigurisht ndikon edhe kjo nga që u thojmë, edhe libri është shoku jet më i dashur në udhëtim sipër, edhe për të hequr stresin, por që lexoj. Ti kur del në skenë dhe ke përballë shumë njerëz në pallatet më dha, koncertesh, pallatet e kongreseve, atë sekondën përpara se dalësh në skenë, ke po të njëjtën djerës duar, shqetësim dhe një dridhje muskulit të fytyrës pa kujdesshme? Atë po thëja pak më para se të hyja në emisionin tënd, e sot emocioni ishte i dy thjesht. Megjithëse duhet njëjtur ty e dija shumë mirë se tek ty do jem në një kështu, si të them, në një vend të shtruar, po shumë miqësore. Por po të më intervistosh përpara mbas kamerave jashtë në një ambient tjetër, unë do t'isha një bilbili vërtet. Por, një bilbili vërtet. Në momentin që jam këtu, edhe kam këtë kamerën përpara, mund më duket shumë e frikshme. Nuk e di, 50% të trurit ta bllokon kur je në studio, jo kamera këtu. Këtë e di më mirë se unë ti. Ndërsa po të më thuash këndon në një koncert me 100.000 spektatorë, gjë që nuk më do të thënë, nuk do kisha asnjë emocion. Shiko, unë në ratë parë të falenderoj me gjithë zemër. Kjo pjesa e rrëfimit të tani ishte, jashtëzakonisht ishte shumë e rëndësishme, ishte pa vlerë. Atëre, unë do të t'i them këtyre djemve të mi që të cilnin një kamera në shtëpi, që të trëmb seriozisht, domethënë, që të... Falenderoj shumë që isha me ne. Kënaqësia ishte të ishte imja, faleminderit me gjithë zemër. Unë ndjeva shumë mirë, u kënaqa, faleminderit shumë. Dhe bashkë me Nanin ju japim të gjithëve një urim, kalofshi një javë të bashkë, jemi javën që vjen, ju lë me Flaka Krelani në siglën e mbylljes. Natën e mirë.
Что